Vëllezër të nderuar, xhamatlit të pranishëm, jemi në një muaj madhështor, në një muaj i cili thellësart e saja dhe bukurit e saja, mirësit e saja, dhuntit e saja janë të pashtershme dhe janë të mëdha, saqë Allahu Azza wa Jall ka bërë shumë elemente gjatë muajit të Ramazanit që njeriu në muajin e Ramazanit të ngrit një gradë të lartë që nuk mund ndoshta të ngrit 11 muaj të tjera. Ky muaj i bekuar, ky muaj i madh e ka dhe një element, e ka një specifik nga muaj tjerë, ku njeriu në këtë muaj e bën të devotshëm, ku njeriu në këtë muaj bëhet shkak për ta pastruar shpirtin. Ky muaj është që e pastron zemrën, e pastron shpirtin, e pastron trupin, i pastrohet nga mëkatet e ndryshme, shtohet dhe ngritet tek Allahu Azza wa Jall. Është një shprehje në gjuhën arabe e cila është teskiyetun nefs, është pastrimi i nefsit. Allahu Azza wa Jall e ka dërguar Muhamedin alayhi salatu wassalam me shpallje dhe me këtë Kur'an të na mëson neve fejen dhe dinin, dhe një ndër ta nga mesazhet e Muhamedit alayhi salatu wassalam është për të pastruar nefsin, për të pastruar shpirtin dhe për të pastruar zemrën besimtarëve. Allahu Azza wa Jalla thot: "Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin." Thot Allahu Azza wa Jall, ai Allahu Azza wa Jall është i cili e ka dërguar një pejgamber nga mesi i tyre analfabet. Yatlu alehim ayati, ai ju lexon atyre ajetet e Allahut, wa yuzakkihim, dhe i pastron ata, wa in kanu min qabl la fi dalalin mubin, edhe sa ata më herët ishin në një humner. Po ashtu duaja e babës së pejgamberve, e stërgjishit të Muhamedit alayhi salatu wassalam, Khalilullah Ibrahimi alayhi salatu wassalam, pasi që ndërtoi Ka'bën dhe i ngriti duart dhe bëni një lutje, dhe ndër lutjet tha: "Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatik wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim." Tha: "O Zoti jem, dërgojeni të dërguar pas ardhësve të mi në mesin e tyre një pejgamber që do t'ja u lexon ajetet tuaja, që do t'ja u mëson shpalljen dhe argumentet, bazat e fejes, dhe dërgojeni pejgamber i cili do t'i pastron ata." Mu për atë, jo rastisht, Allahu Azza wa Jall një në kaptin, e cila është kaptina e diellit, ku Allahu Azza wa Jall 11 betime i përsërit të një pas njëshëm, thot pasha qiellin, e pasha tokën, e pasha natën, e pasha dritën, dhe i përcjell 11 betime, dhe në fund thot Allahu Azza wa Jall: "Qad aflaha man zakkaha", ka shpëtuar ai i cili është pastruar, ka shpëtuar ai që e ka pastruar nefsin e tij, ka shpëtuar ai i cili e ka pastruar zemrën e tij, ka shpëtuar ai i cili e ka pastruar nefsin e tij. Wa qad khaba man dassaha, dhe është shkatruar, dhe është në humbje ai njeri i cili e ka njëllosur shpirtin e tij, e ka njëllosur nefsin e tij, e ka njëllosur zemrën e tij. E dassaha në gjuhën arabe është ai e cila shtypët, ai e cila vuroset. Për atë fa Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala tha: njeriu është i përbërë prej dy komponenteve, shpirt dhe trup. Sa më tepër që arrit devotshmërinë tek Allahu Azza wa Jall, sa më tepër që arrit ta pastron zemrën e tij, ta pastron shpirtin e tij, e para gjeja pastrimin çka bëhet, vëllezër të nderuar. Pastrimi i parë është nga shirku, pastrimi i parë është nga idhujtaria, pastrimi i parë është nga çdo rival që atë adhurohet përpos Allahut, i cili është i vetmi, i njësuar i vetmi, Allahu Azza wa Jall,
Pra tauhidi është i cili e pastron s'pariherë shpirtin, zemrën dhe nefsin. E dyta janë bidatët dhe risiet, e treta janë mëkatët në përgjithësi. Sepse Allahu Azza wa Jalla thot: "Wailul lil mushrikin alladhina la yu'tuna az-zaka." Mirë për mushrikët, të cilët nuk e japin zeqatin. Wa hum bil akhirati hum kafirun. E në ditën e kiametit ata janë mohues, thot Abdullah ibn Abbas rahimahullahu taala. Wa radiyallahu anhu thot se ky ajet e ka për qëllim zeqatin. Çfarë zeqati ka për qëllim këtu? Nuk e ka zeqatin për qëllim zeqatin e pasurisë, po e ka për qëllim zeqatin i cili është pastrim, sepse zekja në gjuhën arabi ka dy kuptime, është pastrim dhe është shtim. Zeke thubu e ka pastruar teshën, zeke zër'u e ka bë bereqetin e madh toka e ka shtuar. Pra, thot wailul lil mushrikin, mirë për mushrikët që nuk e kanë pastruar vetin e tyre me la ilaha illallah. Nuk e kanë pastruar vetin e tyre me tauhid. Nuk e kanë pastruar vetin e tyre me njëshmërinë e Allahut Azza wa Jall. Pra, pastrohet shpirti me adhurimin ndaj Allahut Azza wa Jall. E para është e cila e pastron shpirtin, edhe njeriu më së shumti është tauhidi. Pastaj janë adhurimet dhe ibadetet. Mu para të Allahu Azza wa Jall kur e fillon obligueshmërinë e agjerimit thot: "Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun." Thot: "O ju njerëz, o ju besimtar, ju është bërë obligim muaji i Ramazanit, ashtu siç është bërë obligim dhe popujve që kanë qenë para jush, la'allakum tattaqun, që ta mbritni këtë gradën e lartë, e cila është at-taqwa, e cila është devotshmëria, e nuk ka mundësi të arritet devotshmëria dhe afërsia tek Allahu Azza wa Jall, por pos se kanë thonë dietarët, duke e pastruar atë, duke e mbrojtur atë dhe duke u ngritur në grada të larta. E si bëhet kjo? Njëra prej saj është që e mbron njeriun, që e pastron njeriun dhe që e ngrit në grada të larta, është namazi, vëllezër të nderuar. Allahu Azza wa Jall çka thot? Inna salate tenha anil fahsha'i wal munkar. Vërtet namazi juve ju ndalon nga moraliteti dhe nga punët e këqija. Kur e pastron njeriu vetin nga shturja, nga punët e këqija dhe nga negativitetet, pastrohet shpirti dhe zemra e tij. E dyta prej këtyve është pra agjerimi. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Es-sawmu junne." Agjerimi është mburoj. Kanë thonë dietarët, mburoj, çfarë mburoje? Është mburoj prej mëkateve dhe është mburoj nga zjarmi i xhehenemit. Pse është mburoj nga mëkatet? Sepse Muhamedi alayhi salatu wassalam tha kështu: "Inna shejtane yajri majra dam." Shejtani qarkullon në përgjakun e njeriut dhe i bën syte dhe vezvese. Në momentin që njeriu agjeron, atëri ngushtohen vendet, i dobësohet epshi dhe më pak shejtani mu ta kontrollon dhe t'i ban sytje dhe ta devion dhe ta shtin mëkate. Jo rasisht, Allahu Azza wa Jall i porositi rinien të cilët janë të fuqishëm dhe i tha pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Ya ma'ashara ash-shabab, o ju të ri, men istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Kush ka mundësi për juve të martohet, le të martohet. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Se kjo ruan shikimin e juaj dhe nderin e juaj. Mirë po, nëse nuk ka mundësi, çka ndodh? Fa alayhi bisawm, net agjeron. Fa innahu lahu wija, sepse agjerimi është mburoj, e mbron atë nga mëkatet. Pra agjerimi na bën neve që të pastrohemi nga gjunahet. Agjerimi neve na ruan nga haramet, na ruan nga mëkatet. Ai që agjeron duhet të agjeron me syrin e tij, mos shikon në haram. Ai që agjeron duhet të agjeron me gojën e tij, mos bën gibet, mos bën sharje, mos bën ofendime, mos bën grindje. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Nëse ndonjëri prej juve është agjeruesëm dhe tjetri e fin apo grindet, çka të thot? Felyakul inni mri'un sa'im." Në thot unë jam agjerueshëm, unë nuk e ndyti gjuhën time, unë nuk shahem. Ta ruajmë shikimin, ta ruajmë gjuhën tonë, ti ruajmë vesh tona, mos ndëgjojmë
gjërat që e hidhron Allahun Azza wa Jall, mos ndëgjojmë gibete, mos ndëgjojmë shpifje, mos ndëgjojmë muzika, çorodina, po të mundohemi në Ramazan ta ruajmë veshin, ndëgjojmë Kur'an sa më tepër, ndëgjojmë ligjërata, ndëgjojmë gjëra dobishme që i bëjnë dobi trupit ton, mendjes ton, zemrës ton, vëllezër të nderuar. Po ashtu Ramazani është një vepër që ngritet tek Allahu Azza wa Jall. Çka do të thotë pastrim? Pastrim kur e pastron shpirtin, pasi që e pastron shpirtin, e shëron. Me çka e shëron? E shëron me iman, me bindjen Allahun Azza wa Jall. Pastaj me vepra të mira ngritesh në grada të larta tek Allahu Azza wa Jall dhe këtë mesazh e ka Ramazani, që ti njeriu në Ramazan i shtohet durimi i sabrit. Jashtë Ramazanit, nëse njeriu lodhet raskapitet dhe vjen në shtëpi dhe nuk e shet që sofra është gati, ai çka bën zemrohet. Mirë po, në Ramazan ka mundësi që të bën sabër 15 orë, 16 orë, 17 orë dhe e pret momentin dhe minutin dhe sekundin ku do të thret muezini e zonin që ta çel iftarin. E kjo na mëson neve sabrin që pas Ramazanit të jemi më durimtar. Na mëson Ramazani se si ne mundemi të bëjmë aq adhurime, të afrohemi aq nalt, ashtu si tha Sheikhul Islam Ibn Taymija, tha se trupi është i përbërë për dy komponenteve për trupit dhe shpirtit, sa ma tepër që ushqen shpirtin, sa ma tepër që ushqen me ibadet, e ushqen me veprat mira, me agjerim, me punë që është i kënaqur Allahu Azza wa Jall, me lexim të Kur'anit, ngritet aq lart shpirti, është magnet që edhe trupin e ngrej. Mirë po në momentin që i lën urdhrat e Allahut, i braktis farzët e Allahut dhe fillon zhytet në harame, në gjunahe dhe i shtohet lakmia e kësaj bote, atëherë magneti i trupit e ngrej shpirtin, fillon të kapet për dunjoje, kur ti thush eja në namaz, thot s'kam kohë. Jashtë Ramazanit e viziton, si ke punë, thot nuk i kam punë mirë se s'kemi punë. Vallai shumë lisht puna. Kur ti thush në Ramazan, hajde falu, vallai thot jam shumë i zantë. Jam shumë i zantë. Pse? Është dallëdis masoj dunjoje dhe trupi e ngrej vetëm se në grumbullimin e pasurisë, grumbullimin e parës dunjojës, edhe në momenti që do të del para Allahut Azza wa Jall, nuk do t'i bën dobi ajo. Ajo që na bën dobi, vëllezër të nderuar, është ky ibadet i madh në këtë kohë ta shfrytëzojmë. Ta shfrytëzojmë sa më tepër në lexim të Kur'anit. Ta shfrytëzojmë sa më tepër në dhikr. Ta shfrytëzojmë sa më tepër në namaz nafile. Ta shfrytëzojmë sa më tepër në dua. Dhe një nga duat që e bënte pejgamberi alayhi salatu wassalam thekte: Rabbi tahir zakki nafsi anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. O Zot, ti je pastruesi i shpirtit dhe i nefsit tem. O Zot, pastroje se ti je pronari dhe përgjegjësi i saj. Pra me lut Allahun Azza wa Jall që të na pastron Allahu subhanahu wa taala nga mëkatet, na pastron Allahu Azza wa Jall nga çdo negativitet e cila është ves i keq, na nxjerr nga ky Ramazan me një iman të pastër, me një bindje të thellë, me një shpirt të pastër, me një nefs të pastër, me një zemër të pastër, takojmë Allahun Azza wa Jall, që thot Allahu subhanahu wa taala: illa man ata Allah bi qalbin salim, vetëm se ai i cili vjen tek Allahu Azza wa Jall me një zemër të shëndosh. E lutim Allahun Azza wa Jall ta kemi zemrën e shëndosh, të mbushur me iman, me dritë, që të takojmë Allahun Azza wa Jall me pejgambert, me njerëzit e mirë.